Përshëndetje! Izgjuam të gjithë. Kush ishte për gjumë? Na trëmbët Antonio Padera. Bandera si në kësaj studioje. Është atmosfera e festave, Anton, dhe nuk kemi faj që jemi kaq entuziast. Sa bukur kemi studio një herë për ata që nuk e shikojnë. Na shikojnë zemra se jemi live digital, apo e harron këtë detaj. Shikon te kamera? Shikon te zogu? Ashtu. Ja, po jemi. Qa bën mirë? Te kush zog? Ata që po na dëgjojnë nga radio, po thot Lej, nuk e shohin dot, por do ta shohin. Ata që janë timon për shembull nuk na shohin, po jemi të ndriçuar shumë. Mua më kanë thënë shpesh që e kam fytyrën fiks për radio. Ti e beson këtë? Unë e besoj, është Jo, more se shumë simpatike. Po. A pse s'është kompliment ky? Në radio pa kamera. Klapa qesh. Se reagim. Mi onçe. Ja ku e kemi edhe një batutë. Një batutë rradhës. Si jeni? Ç'a keni bërë? Mirë. Unë kur jam me atë në dhomën e gjumit, pret reagim. Klapa qesh. Jo, kjo është keq. Jo klapa qesh. Më vjen mirë që pas ka ndryshuar diçka në jetën tënde gjatë kësaj jave. Pse, nga që po qesh? Jo, nga që ti pas ke qenë me atë në dhomë, apo Jo, thjesht kjo hipotetike. Hipotetike. Këto janë situata utopike, do thoja unë. As hipotetike. Më shumë unike se të rralla. Shiko, më pëlqen që atmosfera e festave, domethënë, na ka përpir. Të sjell këtë ndjesinë e optimizmit. Më pëlqen shumë. S'ma sjell atmosfera e festave, ma sjell fakti që duhet të deal with stuff. E kupton, edhe nuk mund t'i lë të më marrin për poshtë. Fal, po sa shpejt erdhi dhjetori një herë. I fortë se tash i ftohtë. Si dhjetori. Dhjetori, sa më shpejt si erdhi. Tani unë më mend sapo isha në plazh me bikini duke prezantuar ku iku. E zemra ti erdhi episodin e dytë akoma verore, mbaj mend si sot. Ishe me atë gjën boqellç. Ishte me gjysëm. Ne të gjithë me xhupa. Nuk e di. Vera me mua kudo. Jo flisni kështu edhe ata që dëgjojnë në radio, po e bëjnë shumë vizuale si që tani. Po i kanë videot, mund ta shohin. Ditë të them që në dhjetor mua zgjohet çdo atmosferë festive dhe zgjohet Grinchi brenda vetes time. Se ke xixa në fytyrë? Nuk mund të flas për këtë gjë. Se tani po i shoh që fytyra jote shkëlqen me xixa. Është zbukuruar. Për festa. Kisha disa xherime më parë, por di të them që në të vërtetë dikur nuk e kam pasur shumë qejf festa, se më dukeshin kështu si Grinch, ke qenë një Grinch. Grinch, kurse tani gëzohem që ringjallet Grinchi brenda meje dhe jam i lumtur. I bezdisem kur shoh njerëz të lumtur me dhurata, këtë gjë. Po pse ore bezdisesh, ç'është kjo? Dhurata për vitin e ri, dhurata për gjithë vitin. Për Krishtlindje. Niko është tipika i tipi që 14 shkurti është fest për këta, ne kemi çdo ditë 14 shkurti. Me thënë drejtën, ne kemi 14 shkurtin festën e Top Albania Radios. Okej, përveç asaj. Unë kaq di. Nuk di festat të tjera. Domethënë me pak fjalë mos prisni dhurata nga Niko për festat e fundvitit. Përveç shymyrit. Jo, bëj dhurata shumë të bukura për vitin e ri. Shpenzohem. I bën domethënë. Shpenzohem shumë. Është mbase vetëm një dhuratë që unë as për ditëlindje nuk i bëj njerëzve dhurata të shtrenjta se sa për vitin e ri, se është ai momenti. Domethënë e ke këtë. E kam nga mami kur më gënjenin për dhuratat e vitit të ri që po vjen babagjyshi vitit të ri, pak zgjo babin se tani do vi. Në çfarë moshe u zgjove nga gënjeshtra? 7-8 vjeç, pa dashje dëgjova komshien time që po fliste me mamin se si do ndodhte gjithë plani. Okay. Ua, shumë zgënjyese. Shumë zgënjyese çfarë? Un kam qenë 12, domethënë më vonë. Seriozisht. Ti dhe Fibi zemra. Që e kam zbuluar edhe thjesht shkova mbrapa te makina, hapa makinën mbrapa dhe aty kishte lëras, nuk ishte munduar mi fsheha, mi majt në stil dhuratat. Po mirë. Unë nuk e di eksaktësisht moshën që zbulova, por vajzat e mia një ditë të bukur. Që i ketë më të vogla se Leja. Ka disa vite, domethënë. I thash, po. Shkruajini letrat, i thash të madhes, ndihmoj motrën se nuk ishte as në shkollë e vogla, të shkruaj letrën edhe vendosën i ke pema që ta lexoj babagjyshi.
Dhe e madhja duhet ishte në klasë të parë ose të dytë, 7. Domethënë 7 e pak dhe kthehet thot mami, e dim që je ti dhe babi, babagjyshi. Dhe aty Edhe babi doli tha jo, unë jam Batmani. Unë aty kuptova që pas kam bërë fëmijë të zgjuar. Po ju i pasni pas prindri shumë europianë, bla unë sa linda gjë e parë që më tha mami nuk ekziston babagjyshi, zana e dhëmbëve. Jemi me zana dhëmbëve? Zana dhëmbëve dhe unë i shkreti. A e keni seriozisht? Shumë, unë i kam zbuluar këtë gjëra. Nuk jam shumë, prandaj jam me trauma. O shpirt, të kam pasur të mbyllur si Rapunzel. Jo, ka qenë thjesht në Amerikë, nuk para updatehen, domethënë me shkathësinë e europianëve, sepse kanë pak të pjesën në shkollë që me sa di unë po bëj si eksperte amerike. Po e kanë shumë të shenjtë këtë pjesën e festave të fundvitit, edhe festimi i Krishtlindjeve dhe figura e babagjyshit është shumë i rëndësishëm. Këto festojnë dhe Thanksgiving, imagjino. Ditën e falënderimit. Thanksgiving se vajtën të parët e tyre në Amerikë dhe shfarosën fiset që ishin aty. Dhe me që jemi te Thanksgiving, këto statuset për shembull weird që mund ta bëjmë në ndonjë temë ndonjë ditë që na dalin para 2000 vjetësh në Facebook. Në Facebook sa turp kam për ato. Po unë që bëja statuse kisha shkruar në këtë ditë falënderimesh. Falenderoj ato që shpiku një produkt që është shumë i ëmbël. I besoj e kuptoni për çfarë po flas. Se në orën 12 fikse dua një Facebook me Dela. Por kisha falenderuar para 10 vjetësh. Se këto statuset janë shumë të bukura. Po zemra jo, janë cringe. Kjo por cringe janë këto citatet e poezisë. Jo, zemra, dilja unë bëja si më i shkathi aty, sa kisha reklamoj këtë gjë unë të shtëpia ime. Celular në dorë duke komentuar. Tani që e logjikoj, them, Miko, jo të gjithë duan të dinë mendimet e tua ti lexojnë. Kaq hapur azi. Po kur bëja ato statuset që shkruaj një shkronjë e madhe, një e vogël, jam binjak, unë përtoj të bëja ashtu gjëra. Jo, i bishkurt. Ta them direkt. Edhe unë shkurt. Po ta zemra s'kam kohë. Ka qenë një periudhë që Facebook unë tori këtë çfarë po mendon sipër dhe unë kisha bërë një status. Sa turp po rri. As po mendoj fare, vetëm po rri. Po rri dhe po mendoj, po më shumë po rri. Domethënë pse? Më cringe që në këtë fazë jete që e përjetoj, unë nuk dua të di askush ku dal, nëse përveç se e bëj share në Instagram, aty bëje check-in. Pra ti ishe krenar që të bëj një check-in që ike tek ai vend, pive, ato gjëra, hidhje 40 foto në një post. Dhe të ndyra komplet. Turbo. Unë kam bërë check-in në banjo një. Bravo. Isha në banjo. Shumë mirë. Po më cringe ka qenë like edhe to be honest. Edhe të bënte like ndonjëri që se njihje, edhe ja postoja te profili. Like dhe to be honest, të njoh, po më dukesh njeriu mirë. Po. Nejse, e lëm. Është më i vogël se ne. Ishim mirë me atmosferën e festave. Se do flasim dhe për Big Brother tani është Andi Vrapi që sapo ka mbritur. Edhe do diskutojmë për një tjetër eveniment të rëndësishëm të dhjetorit përveç festave të fundvitit. Big Brother, Niko. Zemra, ai nuk është evenimenti i fundvitit, është evenimenti i gjithë vitit. Që presim, po fix. Kështu që Andi na bashkohet pas publicitetit për të diskutuar rreth emrave që do të hynë, emrave potencial që kanë dalë në për rrjetet sociale dhe media, edhe nëse Andi do na konfirmoj dikë prej tyre. Publicitet. Një çështje që na prek të gjithëve. Jo vetëm ne këtu. Ja na prek, po na hym thellë. Është Andi Vrapi në Pardon My Friends, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, shumë kënaqësi si gjithmonë. Si gjithmonë edhe ne sa kemi për të ndarë gjëra dhe si hariqe, të kemi. Vi gjithmonë unë. Të kemi në studio. Se di është si hariq i mirë apo i keq? Tash i të shohim varet me të. Çfarë është ajo fjala? Si hariq. Tani si e përjeton ti Andi këtë? Si hariqin. Si e përjeton si hariqin. Nga Fieri nuk e di çfarë është si hariqi? No? No? Si hariqi. Ti vetëm të yshtës. Njoftim.
Një lajm. Lajm njoftim, lajmërim si Hariq është kështu e huazuar nga turqishtja. Po ja prandaj unë jam patriot, nuk di fjalë kështu. Me Deadpoolin tatu. Okej. Andi, si ke qenë një herë, domethënë si të ka gjetur dhjetori, je i frymzuar për si gjithmonë Amano Jonida. memet të tua? Ti je shumë updateuar në jetën time. Ja, shumë mirë është. Jo në çdo Sky. Po, në çdo Sky moj. Apo po. Andi, pse edhe kur qethesh ngjan sikur si e qethur? Se i lë sipër të gjata. Okej. Në rregull. Ishte një pyetje që Shumë kam shumë kohë që dua ta bëj. Kishte shumë kohë, nuk kishte kohë ta bëje në Instagram, bravo. Ishte pyetje interesante. Shumë bukur. Mua më pëlqen modeli flokëve që ka Andi. Do flasim për flokët e mia, sa pse jo? bukur. Se unë për shembull edhe pa qetur ngjaj sikur s'kam flok, kështu që Është shumë interesant, Po grua, kur do vazhdon. gjesh ti se ma la porosi Kjo pyetja. çfarë gjej? Grua. Ka fol me plagën ti. Normal. Ma la porosi portfolio ai Që t'ja bëj bëje këtë pyetje pyetje në live. fakt. Tani ne do të flasim për Big Brother sot, ende nuk ka asgjë të zyrtarizuar. Ka një gjë të zyrtarizuar që do e moderoj sërish Ledion Liço. Kjo po, dije që në krye Jo, po të njerëzit herës. duan rikonfirmim se njerëzit Duan drama. Njerëzit duan rikonfirmim deri në momentin që Deri në datë Ledioni 20 ishte mëngjes. collab. po duan konfirmim. Data ka dalë apo jo? Data ende me sa di unë Unë kam nuk është dëgjuar një datë, nuk e di a konfirmuar, është e mund të na vërtetë, thuash? është data Sa po e 20 tha, ndërkohë dhjetor. 20 Pra, jo dhjetor. pas e di thënë, kështu që. Kush e tha 20 Sa po i dhjetor? doli nga goja para se E të tha thosh. Andi. Po, Andi, jo ne. Po. Pra, Andi Andi na thot zbuloi. këto. Po unë kam thënë që dje, po Orakulli Big ju Brother. s'më lexoni Ne mua. nuk dim gjë. Unë kam thënë që dje që është data 20. Është data 20. Data okay. 20 dhjetor, 5 ditë para Krishtlindjeve, kështu që të ambientohemi me të që Krishtlindje dhe viti i ri na zëri plot. A mos do rikujtoj pak një Big Brother pak si dyshi, se dhe dyshi para Krishtlindjeve ka Ka nisur. nisur po në prag. 21 ka nisur. Ure vetëm mos jetë si dyshi, po le të filloj para Se? dyshi. Dyshi ishte nice. Po ndalim pak këtu. Dyshi ka qenë Se? Ja, unë Andi? uroj shumë të jetë si Nishi. Se në Big Brother 1 kam përshtypjen se jemi kënaqur të gjithë, nuk kemi marrë me gjëra më të mëdha se vetja jon. Mua më kujtohet edhe që është gjithmonë me një status të Lori Hoxhës tek Big Brother 1 Një mëngjes vetëm? Jo, Ajo Raki Big është Brother erë. do bën të gjithë të famshëm. Se le të themi që shumica e njerëzve që sot ne i dëgjojmë komentet e tyre edhe i lexojmë edhe që ndoshta para Bikut se kishim Shpreja, parë. mirëmëngjes vetëm Bora Zemanit. Mirëmëngjes vetëm Bora Zemanit, mirëmbrëma të yje, jetë domethënë nona. është janë shpreh që ka lindur në Big Brother tek Nishi dhe vazhdojnë dhe na përndjekin edhe sot tek kësaj dite, po unë e kam thënë gjithmonë që uroj që njerëzit ta kuptojnë që Bigu është entertainment, është argëtim, nuk është shkolla, nuk është universiteti, nuk është biblioteka që ne presim që aty të marrim mësimet e jetës, aty është thjesht mllefet e gjithë jetës tuaj. Ajo është pak e pamundur me këtë popull, po okay. Jo, deri Po ne mesazhin edhe mund ta japim. Tu është drejt, sepse kur fillon Bigu, fillon ja voçan këto që jepen në ekran 24 orë, vlla, motor, nuk e di çfarë je, e ke në dorë ta zgjedhësh të shikosh apo jo. Thjesht po. Edhe fëmijët e ke në dorën tënd ti. Fal, kush e fik? Askush. Po pra, por Never. Unë jam obsessed. Shiko, njerëzit gjithmonë do thonë dhe për castin, për shembull, që do thonë, "O ç'është ky cast", do zgjohen dhe do ngrysen me atë cast. do fillojnë 6 do muaj. fillojnë nuk i njeh njerëj, këto janë të mëdhenj në moshë, pastaj fillojnë fiksohen. Po. Ndërkohë historia ka treguar që ato castet që ndoshta kanë qenë më të panjohur, janë bërë më të fuqishëm edhe kanë tërhequr më shumë vëmendje. Dhe më tërheqës se ndoshta ne nuk i njohim. Unë gjithmonë kam qenë i mendimit që ky lloj formati nuk është për personazhe të kategorisë, për shembull, po them unë Dafina Zeqiri apo Elvana Gjata. Apo Rion Braçe. Se ato i kanë dramat nga jashtë. Rioni mund të ishte interesant. Po është politikan. Po si mund futet një deputet ndërkohë që ka një mandat? Nuk po them që do futet, po flas. Po patrioti Bellos, po flas që një personazh si Rion Braçe do ishte shumë interesant. Do ishte shumë interesant. Po nuk e lë dot mandatin, kështu që Belinda mund të futet tani që nuk e ka lënë. Po jo, se ne na duhen fluturimet për Kanada, sa ajo është arsyeja që s'po miratohet. Ajo është arsyeja që s'po ikim. Se do të ikur. E kishit pre biletën për Kanada. Direkt, zemra direkt e kilda neve për pushimet jetore. Nga Kanadaja në Amerikë, domethënë. Tani ka dalë një listë Andi, ti besoje këtë. Unë kam lexuar dhe unë nuk di e kam bërë për të qenë atë. Shiko, është shumë hermetike këtë vit. Unë për vetes kam marrë vesh gjë, as ti s'ke marrë vesh gjë se duksh. Ju rrok që punoni këtu juve. Kështu na thon të gjithë, është shumë
shumë e Unë e di çuditshme. zemra, po tani më kanë thënë mos i them të gjitha. Ti le ekskluzivitet për datën zemra, 20. ty për shembull dhe unë. Disa emra nga lista janë emra që janë sigurt që do të futen. Tani unë besoj që i dini sepse ju a kanë thënë vetë personat ndoshta. Por nga produksioni është çdo Jo, gjë jo, hermetike. Domethënë dhe ka shumë njerëz që çdo edicion më pyesin, "Di që kush do hy?" Dhe unë them, "Jo." Domethënë sa dini ju Shiko, çfarë nuk ka dalë konfirmo- në media, aq di dhe unë sepse Shiko, asgjë nuk është e konfirmuar në 100% sepse deri ka në rast datën që fillon. Po, sepse ka raste që edhe banorë që ndoshta kanë firmosur dhe kontratën apo kanë qenë shumë afër finalizimit të kontratës, afër datës së fillimit të Bigut, janë tërhequr në momentin e fundit. Po, Për shembull, kështu që mbaj nuk mend është unë e Valbona Memën, dilja çdo prime unë, dilja unë, me nderi është haja unë çdo prime, doja futet Valbona Mema. O rrëzohej, o ndryste dorë. Do të çdo gjë të synte. Valbona në fakt po ka patur incident, po. Kështu që never know. Tani ka dalë një listë Andi, ti e ke parë, e kemi parë të gjithë edhe po qarkullon shumë në media dhe po diskutohet. Sigurisht që nga kjo lista eksperienca dhe të gjitha edicionet e kaluara na kanë treguar që nuk është e plota apo e sakta. Por ta nisim me një personazh. Është, domethënë, duam të pyesim si i sheh këta personazhe gjithmonë supozim, po. Dhe me parashikimet e tua se si do të shkojë loja e tyre. Pak parashikimin e parashikimin se si do të shkojë rrugëtimi i tyre, jo vetëm televiziv. Mund të ndrojnë mendjen, se nëse se kanë mend për të hyrë kur gjejnë parashikimin ton mund të futen. Ideja është që duke qenë se je pjesë, domethënë ti Niko, Antoni, që domethënë në pjesën e rrjeteve sociale. Jo, përveç se talleni, keni edhe këtë, nëse nuk është personazh, nuk tërheq aq shumë vëmendje sa për të bërë meme, kështu që ata që bëhen meme kanë diçka, kanë një thelb aty. Nuk e dia, un godas shpeshherë ato që nuk janë shumë personazh, sepse ato janë edhe më easy kur e marrin memen, domethënë kur ja tregon që të kanë bërë meme të ndaj, nuk preken. Kto që janë shumë të famshëm fillojnë, po nuk e di ajo ndodhi juve kështu, po ka patur dikë që s'ka folur më pasi e ke. Po, more, bëjnë kanë ardhur dhe këtu të ftuar dhe pastaj më kanë kapur jashtë, më kanë bërë kështu. Nuk më ka pëlqyer. Kush more, na thu një emër. Ta them Xhibani, bre, se mbani mend që më thoshe, ti më ke bërë meme, më ka ngelur hatri. Po jo, Xhibani, pastaj Xhibani ngel hatri me gjithë pastaj. Ky është lajm. Tani filloj me Kristi Lamaj, këngëtar, e çuditshme. Dridhe moj Bajame. Ne kemi bërë këngën e tij që është virale, kemi bërë dhe në video. Është e vetmja këngë popullore që mund të jetë për strip. Dridhe moj Bajame, dridhe. Si të duket Kristi? Në fakt është personazh shumë interesant. Unë mbaj mend që në fillimet e Kristit, para se të bëhej viral me këtë këngën, ishte xha viral në TikTok, që nga postura, mënyra e qëndrimit, mënyra e këndimit, është personazh atipik, pra është këngëtar popullor atipik, nuk ka një këngëtar tjetër të ngjashëm me të. Edhe mendoj që njerëzit do kishin goxha interes. Me sa e kam parë intervistat edhe kur ka qenë i ftuar në Wake Up, më ka lënë përshtypjen e dikut që është i zgjuar, nuk është ashtu siç ne mendojmë se mund të jetë, pra mendje lehtë, nuk është vetëm dridhe bajame, po. Është i zgjuar, dhe nëse futet në bing, ndoshta mund krijojë situata të tipo Po, fiks. Hajde Anton se ke nga anët e tua. Ja, unë me këtë do doja të ishte edhe Irini Qiriako brenda. Po Irini ka thënë që nuk futet dot se nuk lë të burrin vetëm. E di, po do ishte super dridhe Bajame, lidhe qenin. Shiko, ne mund bëjmë një shkëmbim, të shtëpia e Irini Qiriakos të çojmë lejnë dhe marrim Irinin e fusim në bing. Do ishte një super shkëmbim, ë? Do bëja nami të shtëpia e Irinit tonë. Fyshja vetëm me burrin e Irinit? Okej, ne. Edhe thua e kanë fajin portale, djashmati. Jo, nuk e thash në sens. Nami pastaj. Iku lajmi Leiko. Se Lejlës ka filluar ecën me këto. Po lej muf lej. Më shumë kapi lej në aty jashtë sa Niko. Po ç'kemi lej nuk çua me zor. Mos më bëni shumë kakofoni sepse po thoja që këtë sqarimin që sapo ndodhi. Ke 4 llafazan dhe ti pret që të mos bëhet kakofoni. Jo, flisni sa të doni, po me radh moj Bajame dridhe. Ku njohim radh ne. Në pjesën e dytë do të kemi Arbrin.
Kush është Arbri? Çepani, ka. Kemi çiftin. Diçka. Po mua po shkeni marr për të thënë. Jo, ti je pjesë. Ça shenjë do lindi kalaman të dyve. Ne të gjithë jemi një rrotë tretë Ti je në pjesë të parë. Kemi dhe Ilda Kërtallin përpara se të dalim në publicitet, content creator. Çfarë të thot si status, domethënë nuk e njoh si personazh. Si personazh personalisht nuk e njoh. Kam parë vetëm një intervistë që ka dhënë në programin e Aulonës dikur. Nuk kam pritshmëri. Ja. Nuk kam pritshmëri, vetëm pritshmëri që është të shikojmë luket e Dua Lipës të rikrijuar nga Hilda. This is it. Është shumë e bukur, është gocë yll, është një nga më të bukurat që ti mund të shohësh online, edhe live, po kaq. Publicitet. Ne edukuar u tregua. Shumë. Po nuk e njoh. Të shaj kod, ore ju do në çaj rob. Jo, nuk vetëm lejnë do shaj sot. Lejnë do shaj sot. Kemi Andin sot të ftuar, I cili është I dërguari I produksionit për të I posaçëm për të diskutuar. Se ka dalë dinami që fusëro brenda Big Brotherit. Kush ishte kjo? Është njëri Olti Curri që na nxjerr namin. Po në fakt s'kishte faj se ta ka kërkuar. Po mirë tash, o zoti I madh. Tmerr është një nga këto damkat e karrierës. Ka disa njolla në biografi. Njolla në biografi, po. Andi, domethënë ka personazhe. Është një personazh I ngjashëm me ty në TikTok që Jo, mos ma krahaso me. Jo, e kisha me nivel humori. No. Ergova apo jo? E prisha më shumë. Tani e prishi. Tani e prishi. Një shoqja jon suj, mucha. Suada. Po, më kërkoj. me mua bla. Të thash që të bëri gjëmon, po. Un kam një marrëdhënie vizualisht. Un kam jo si quhet bullizim pastaj po. Un kam një marrëdhënie shumë të mirë me Suadën, kështu që të paralelizova për mirë. E rregullova tash apo? Do t'i bësh pyetje këty? Vazhdojmë Andi, Rene Refo. Content creator. Renea ka 2 vite që përflitet për të futur, asnjëherë s'është futur. Unë edhe ka 4 vjet që përflitet çdo vit. Po nuk është futur. Unë kur e kam dëgjuar para disa kohësh në një intervistë ka thënë që asnjëherë s'më ka ardhur ftesa. Po. Dëshirën e ka pasur këtu në radio. Po, dëshirën e ka pasur për të futur, por nuk I ka ardhur asnjëherë ftesa. Ndoshta këtë vit I ka ardhur ftesa. Si personazh është një karakter, për mendimin tim është karakter I fortë, argumenton, është elokuente, pra nuk është dikur që largohet apo qofse sigurisht qofse ajo do, se kur s'do ja fut ndonjëherë batuta vetveta, por nëse e merr realisht seriozisht, ndoshta mund të jetë një nga personazhet që ndoshta do spikasi në këtë. Domethënë ti je potencial. Vitmar Basha. Un e njoh nga Marcela. Un e njoh nga Marcela, nuk e njoh personalisht që të kem komunikim me të. Kështu duke mos e njohur, nuk dua ta paragjykoj, ndoshta nga unë me sa mund t'i njoh të dy, them që nuk mundet të edhe duke bazuar dhe te lloji muzikës që bën Vitmari, dyshoj që ndoshta do të doj të futet në Big Brother. Pra këtë po them. Unë kam punuar, kam qenë drejtor imazhi I Vitmarit dhe ka qenë nga njerëzit më jo problematik. Pra nuk e di a do jetë I fortë si personalitet, se sa do edhe në punë krijohet një Big Brother me kolegët me gjatë. Ka qenë totalisht një njeri shumë I qetë. Po masi edhe vlerësohet nga publiku që të si aty. Nuk I di. Tani nuk duam gjithmonë share debat. Kush nuk do? Fol për vete. Kush nuk aty do na kënaqë aty lej, nuk do publiku share. Postoj një video ti me share, shife. Hajde rrihemi. Kot. Publiku jonë është një nga publikut më hipokrit që ti mund të njohësh, edhe këtë e them me shumë bindje, me eksperiencë për 4 vitesh me Big Brother. Duan shohin të gjitha ato gjërat që ato thonë që nuk duan. Ata I tërheqin. Dhe të ngren gishtin. Ti ke pasur shumë personazhe që kanë pasur realisht shumë vlera, domethënë si personazhe, dhe kanë dalë për punë 2-3 javësh sepse publiku nuk I ka klikuar, nuk është interesuar për ta. Kështu që është e kota bëjmë të diskutimin publiku nuk. Robert Aliaj Dragot. E di çfarë fytyre bëri Andi apo jo? Si goglat tek. Plak, ishte shumë bingoja. Si thua? Unë kam njohur disa programe televizive
në fillim fare, kur e kam njohur në fillim ka qenë personazh shumë open-minded, I ka thënë të vërteta troç, po pastaj se çfarë ndodhi, edhe është bërë shumë cloud chaser, përpiqet. Do të thotë ta cloud chaser është shkon ndjek gjithkohës ku janë klikimet, ku është vëmendja, bën gjëra që ndoshta ai mendon që do t'i japi atyre më shumë vëmendje. Dhe këtë ka treguar edhe në programe të tjera, ku ka qenë një program dating. Pra me këto që po thua, supozohet që është fiks. Po. Për këtë edicion. Kështu që nuk do habitem që se ai futet, edhe në optikën time do të jetë personazh negativ, do tregohet gjithkohës mizogjen, ashtu siç është treguar edhe në programe të tjera, do gjykoj gjithkohës vajzat dhe gratë, sidomos qofse ata janë single dhe kanë kaluar të 30-tat, se Roberti ka shumë problem këto. Siç ka pasur debatin me Blona Qerretin. Sa vjeç është djali vet? Të 30-tat. Jo, unë kisha vetëm një me Robertin, që Roberti disa herë për të krijuar një skandal apo një lajm apo diçka mund kapet edhe nga gjërat më minimale dhe I egzageron vet për të dukur diçka që askujt nuk I intereson dhe e shikojnë në atë vizion. Pra nuk e di, do ishte nice, por nuk e di se sa I fort do ishte në lojë aty. Angela Martini, Andi? Unë nuk mendoj që Angela Martini mund vinë në Big Brother, se përveç se po ndahet nga partneri I saj, Vërtet? Kemi bërë disa lajme për këtë, edhe dyshoj që do të lërë Amerikën për të ardhur në Shqipëri. Pse lej e la? Po jo gjithë kanë mendjen e lejit. Okej, disa janë të zgjuara në këtë jetë. Nuk janë si lej që vjen këtu për të bërë fëmijë marrë për çepanin. Do ta sjeroj pjesën e dytë. Unë po ndërtoj hype-in që ju ta sjeroni pastaj. Po bën hukun e reelsit, domethënë. Kë po bëjmë? Huk. Të grepin e vëmendjes, për të cilin po diskutojmë. Eugene Plovishti, më pëlqen shumë Eugene, do doja shumë që të ishte me të 2.0. Më pëlqen shumë. Po Eugene nuk futet se është I lodhur. Pse o? Po se ka bërë atë video vetë që jam I lodhur, po dhe më vonë I lodhur. Prap I lodhur do jetë. Po, nuk është shot pamundur që dikush nga Portokallia të kalojë në Big Brother. Si më thënë brenda familjes, thjesht ndron dhomën kur shkon. Është personazh interesant, është shumë fani, edhe mendoj që njerëz fani duan aty brenda që të qeshin dhe jo të marrin jetën shumë seriozisht, se boll seriozisht e kemi. Gjithë komedianët që kanë hyrë asnjëherë s'ka bërë janë të vakë. Nga që s'kam hyrë unë. Domethënë të gjithë. Me thënë drejtën, Loredana më ka bë më shumë Po shiko, kanë qenë edhe në mosh, kanë qenë ndoshta kanë dashur realizim. Shiko, në qoftë se varet edhe nga bashkëudhëtarët, në qoftë se shiko, për shembull rasti për shembull I Yul Dedës, një komedian që hyri, nuk kishte mundësim për të bërë humor, se ishte dhe I rrethuar nga personazhe që ose qanin, siç ishte Romeo, ose laheshin gjithkohës siç ishte Egla dhe që bënte pastaj sherret e veta, dhe si ishte atmosfera dhe ambienti për të bërë. Kështu që mendoj Lyku që nuk bëri asgjë, pra vetëm flinte, këtë po ju them. Po them që varet nga ata që ke aty afër, çfarë vibe të japin, se ti s'do çosh në mëngjes dhe do thuash qeshni se dola unë. E kupton? Po bëj një batutë, qesh. Duhet të ketë. Ja, shkosh foli. Se nuk fusni Belon, e kam seriozisht. Po nuk e kemi në dorë, Andi. Me që ti je pjesë e produksionit. Pjesë e produksionit, mund ta hedhësh një llaf për Bellon. Hajde Bellon. Tjetër, Ardit Murataj po diskutohet. Arditin e kam shumë xhan, nuk e di a është e vërtet që do të jetë pjesë. Apo na kam dëgjuar që mund të jetë. Unë mendoj që mund të futet, është unë e njoh personalisht, e njoh nga afër, e njoh në situatat nga më të ndryshme jetësore dhe të punës, edhe mendoj që është shumë adapt për Bikun, është shumë djalizuar, është shumë elokuent. Si personazh I media, se njeh shumë mirë formatin në të cilin po hyn, edhe në momentin që vendos të hyj, jam shumë I sigurt që domethënë do t'ja shohë ajrin. Sabina Mete, shoqja. Edhe për Sabinën kam Unë nuk komentoj këtu, sepse se tjera ti komentove në fakt, s'po komenton Sabinan. Ama e di unë këpo preti. Edhe unë kam dëgjuar për Sabinën. Me sa di unë nuk e ka vendosur akoma Sabina. Është akoma në proces mendimi, po mendon Sabina. Nuk e di a do doja unë ta shija personalisht Sabinën, se duke qenë vajzë e lirë, duke qenë një vajzë që punon në media, unë e di shumë mirë që do jetë e sulmuar gjithkohës, do jetë në presion gjithkohës. Se sa herë që dilte Sabina në intervista. Edhe nëse Sabina
E kishte me dy mendje ky. Tani po e bën të tërhiqet. Do jetë sulmuar. Pse ore? Atë që jam pyetët, ç'është gënjejon. Jepi Më vërtet jam pjesë e produksionit, po. Ti pse pak gjurmë atë tash. Po bëj shaka, jepi. Por në qoftë se futet, unë mendoj që do jetë nga ato vajzat ndryshe nga ato që kemi parë zakonisht që thjesht bëhen personazhe dytësor të një personazhi tjetër, por do të jetë vetë një personazh. Protagoniste. Do mbaj vetëm emrin e saj. Po nuk do marrim emrin e burrit. Sa fole ti më ul mikrofoni, mos fol më, aman. Po kur flasun njerëzve të tjerëve u ngrihet mikrofoni, ha fol. Po se gjinia jon, besoj. Pra, kështu që jemi okay. Ina Pashollari, unë të ngritur e kam gjithmonë mikrofonin. Do ti je martuar, kështu që nuk kush është? Big Flex. Ina është shizoner, shizon top, është super kinge. Ina Pashollari. Po Google-on ndërkohë që mos të lëm. Se njoh, më falni, se asun se njoh po Ndoshta nuk bëni emrin. Janë këto personazhet e rinj, pra që nuk e kam parë. Nuk e njoh personalisht, nuk e kam dëgjuar në programin që bën. Kështu që nuk di të them a do jetë as do jetë apo do jetë personazh apo do jetë personazh. Nuk parashikon dot se si mund të jetë brenda. Jo, se nuk e njoh personalisht. E njeh ti Belo? Jo. Po pse the nuk e njihni ju Inën? Unë? Kur e bëre moral që po Google-on të emrin. Jo më thash po Google-on që mos ta lia bosh se do thoshin njerëzit në radio pastaj. Po bënim barë, ka zotë. Profesionisti. Shiko ku jam. E kam mësuar Bello. E justifikoj rroga për këtë muaj. Ju po lozni dam, unë po los shah. E radios. E na nxurë she. Pra. E mësoj Bello. Shef Mionita ngele duke mësuar të rinjt, të shkoj jeta duke mësuar të rinjt. Më pëlqen ore. Zyshjonida. Tamam zysh, po luaj marrëdhënie shumë të mirë mbrapa, kështu që më pëlqen. Me disa, jo me të gjithë. Ty të kam Xhani. Po mua pra, unë jam gjithë. Valer, jo, është Lorela. Po, Lore. Është diskutuar që para hy shumë muaj, pastaj u mohua, pastaj u konfirmua. Prapë unë kam përshtypjen se do të hy, se nuk ka asnjë angazhim tjetër tashmë, nuk është se është në festivale më apo. Edhe shumica e artistëve si puna e Lores e përdorin Bigun si katapult për të shkuar në një stad tjetër të karrierës tyre. Mund të shërbej për mirë, se mund të shërbej për keq. Who knows? Varet. Je shumë shumë çfarë. Me këto parashikime, domethënë. Ha, çfarë jam? Shumë pikant. Nuk i shkoj për keq, ajo po sikur të shkoj për keq, jo, s'po hy. Po apo të hy, apo. Do ta foshë me atë. Që mund të më shkoj për keq. Me atë timbrin e saj të veçantë kur flet. Nuk bashkan për ty. Nuk ata lë amanet andi si thua. Po me lën amanetet s'po hym big, po shkon vend tjetër. Që kështu mund na i lë. Okej, Valer Kolnikaj, ka qenë në fakt ish banor, ka qenë lojtar shumë mirë. Valeri po vdes të hyjë në big. Këtë e ka thënë në të gjitha intervistat që e ka shumë dëshirë të hyjë. Edhe për sa kohë e ka me shumë dëshirë të hyjë, unë them të hyjë. Shiko, Valeria një lojën e Big Brotherit. Mund ta ketë manifestuar mirë këtë. Është lutur shumë mirë në Malsinë e Madhe, ka dëgjuar zotat se është më lart atje, të dëgjojnë më shumë zotat atje. Shiko, është një personazh karizmatik. Është i lirë, nuk është se i vendos vetes korniza, kjo ka të mira dhe të këqijat e veta, po Valeri ka treguar që nuk është se intereson shumë çfarë mendojnë njerëzit jashtë, edhe njerëzit janë mësuar me Valerin, me thënë drejtën, nuk është se habiten më nga Valeri. Kështu që nëse futet Roberta Liaj, do kishte një kundërshtar shumë interesant Valerin, se janë dy të kundërt, po në një pikë Valeri do ta bënte shok. Nuk ndryshojnë Robertin. Si fillim Valeri do ta bënte shok në mesin e lojës Robertin, se siç e ka zakon me armiqtë e tij në thonjza më të mëdhenj bëhet shok. Së dyti ne kemi qenë me Valerin në një reality tjetër dhe Valeri aty na bënte Big Brother. Ndërkohë nuk ishte ai format, domethënë ishte format tjetër dhe Valeri vazhdonte luante një Big Brother, prandaj unë mendoj që është i ndërtuar për Big Brother. Interesant ky komentar. Mos harron nga ku ka dalë, nga ku e kemi njohur. Aty pra. Aty ku kemi dalë të gjithë. Ne ju shihnim nga fund të ditës. As të vjen turp. Unë kam dalë nga shtëpia sot. Bravo. Okej. Por do doje të dili. Do doje të dili nga shtëpia dikujt tjetër, si Vleza Koka dhe ty. Kleoniki Niki Deliorgji. Unë kam dëgjuar si emër, por në Majsa Dion. Sa interesante më duket ajo vajzë, nuk di, më pëlqen shumë. Edhe mua më pëlqen. Unë kam dëgjuar që do futet për një kohë të shkurtër, nuk do të qëndroj gjatë në shtëpinë e Big Brotherit. Sepse ka plane muzikore dhe plane të tjera për sa i përket biznesit, të cilat do t'i promovoj.
nëpërmjet hyrjes së. Thashë do ndronte shtëpi edhe s'kishte kurrinte ato 2 javë dhe do Big Brother. S'ka fare shtëpia në fakt Niki, e kupton? Unë mendova se do kishte një full moon, gjëra, siç ka manifestime Niki, se Niki vetëm për këtë gjë dua ta njoh nga afër nga ekrani sepse merret Mua më pëlqen Anën spirituale. Mua më pëlqen absolutisht. shumë edhe si argumenton, si logjikon. Është një vajzë shumë e zgjuar, në fakt është shumë e lexuar Por edhe vetë është yll e bukur, domethënë. edhe nuk ta përton. Prandaj më pëlqen. Jori Mersini. Kam frikë ta googloj se mbullizon ky tjetrin Jo, gjithë. me thënë drejtën këtë Të bëj të kërkoj gjithë. merret me fushën e imobiliareve, thuhet tek infoja që kemi ne, duhet të jetë Nuk është kurrë që duhet jetë i famshëm. po e famshme duhet të jetë se është ftuar në studio Është televizive. mendoj që ishte çun. Ja ta shohim mirë se mos. Hajde ta shohim po. Po googlojmë ndërkohë që Megjithatë, googlojmë kjo të është dashur lista, miqe. kjo është lista Andi, domethënë në këtë Unë di listë dhe një emër tjetër që ka qarkulluar. Mendoj që e dini ti jo. Angela Haruni. kush është? kush është? O zoti i madh. Pusho. Mirë, më fal. Angela Haruni është moderator i Top Talkut, i programit të Jo, Drekës. se pas kam dëgjuar. Bruni simpatik, po jo, nuk e pas kam dëgjuar Angela. Vëllai i kolegut tënd komedian Dario Haruni. Angelo, thash se the Angela edhe po Unë kush Angela, është Angela? Ju rimendja te Angela Martini ty. Po ju më plak e the Angela. Angelo Haruni, a thash Angela Haruni? Jo, Angela është Nëse, për Angelo nuk kam dëgjuar, por E ke lajm në portale Jonida. Po nuk Ke një portal lexoj. vet, Nuk male. lexoj. Apo Nuk lexoj Nuk portale. lexon unë. portale. Nuk jam gocë Ka një portal portalesh. vet, po okay. Po nuk e Le të lexoj. pretendojmë që nuk ekziston. Ajo vetëm shkruan aty, Vetëm po shkruan, nuk po e nuk lexon lexon. ça. Shkruajnë Po Angela gocat e mia, jo unë. përflitet që do të hyjë në Big Brother, do të hyjë në fillim. Unë e njoh nga ekrani, mendoj që është tip interesant, duke ditur dhe pasionet që ka Angelo që nuk kanë bën fare me ekonominë dhe me programin që drejton në top. Do jetë një personazh interesant, ndoshta mund të na surprizojë, se Tani është diskutuar shpesh në për studio televizive, ftohen personazhe të cilët më përpara kanë thënë nuk do hyja kurrë, domethënë dhe i kemi parë. Por do doja dija nga ty me intuitën tënde, me personazhet që njeh, me disa njerëz të cilët janë shumë interesantë dhe i rrin atij formati. Ke ndonjë në mendje që edhe pse nuk mund të jetë në këtë listë parashikimesh që është vërë në e rrjet, di këtë doja unë të futej. që mendon që do të ishte një potencial shumë i mirë. E di këtë doja në unë të format. futej, unë do doja Linda Rein të futej tek Bigu Yn. Është potencial, Nice. është shumë potencial, është shumë fani. Është personazh më vete, edhe duke ditur dhe historikun e ngjarjeve së fundmi që i ka ndodhur, kam përshtypjen se është vendi i dur për Lindën që të shpalosi realisht karakterin e saj. Kështu që Unë nëse na dëgjon vllai i Pas madh, eliminimit- pavarësisht se unë punoj në në produksion, por Nuk e di nga i kanë këto mendime që ti je në produksion. pra Domethënë, hey njerëz, Andi komenton, bën meme, ati. Është si plak e keqe, nuk është në produksion. ndjek nuk jam në lagje, por punoj në lagje. ndjek Big Brotherin, ashtu siç mund ta ndjek kushdo që mund të komentojë apo ka humor dhe bën këto memet. Andi jo, nuk është pjesë e produksionit. Jam pjesë Illuminatit, po je Bigu. E Illuminatit, po, Ti po. ndajmë pa. Andi thjesht e shef edhe Fola thotë me Lindën në ditën kur ajo eliminua dhe ja hodha si shaka këtë pjesën. I thash tek Big Brother Albania zemra aty do ishte mbretëresh. Po, base nuk i dihet. Ja hidhi një fjalë. Dhe ka zëra po. që ajo ka bërë një takim këtë javë në Ka top. zëra, ne nuk e kemi dëgjuar. Unë nuk kam qenë aty, Unë Jemi qartë. more këto zërat. Po nga këta çunat e lezetshëm që kemi që japin opinionet e tyre, bukur. Ole. Ti kujdes se ka kamerën. Shkon gjua ku dhe mbëmbi, edhe që thua mund të pastaj kanë fajin ishin portale. mund të ishin ndoshta potencial ose ndonjë nga gocat e paneleve televizive ose një personazh interesant që ndoshta ti e sheh me një tjetër sy, pra me syrin e dikujt që duke njohur formatin mund të ketë një rrugë shumë të mirë për të vazhduar. Unë nuk është se Ke kam ndonjë ndonjë të mendim preferuar? pozitiv për shumicën e këtyre që shfaqen në panele me dhënë drejtë. Andi edhe kur po të dëgjonte dy që Okej. po bëje pyetjen e kishte fytyrën sigurisht e gati për kolonoskopi. Jo, e di pse të pyeta sepse për shembull Bruno Shemshon unë e kam shumë qejf
si natyrë. Edhe teksa ka qenë disa ditë më parë në studio me gocat, e kanë debatoj gjithkohës me Brunon. E di, në çdo panel ti debaton. Jo vetëm panel, po edhe në Instagram. Por nëse do ishe vet pjesë e Bigut. Po. Jo, motër. Unë të shik, shumë kam thënë jo, sa më vjen zor të shik, kam thënë 30 herë jo, si të futem. Si të duket Bruna? Mund të ishte karakter, për shembull, në këtë Unë mendoj që Bruno, duke i njohur Brunon në ekran, pra Brunon si shfaqet në ekran edhe çfarë teorirash në thonjza predikon Bruno në ekran. Që toka është e shesht, apo? Jo, nga këto alpha male, kind of Andrew Tate. Nuk besoj se do të ishte në të mirën e vet, sepse një pjesë e mirë e publikut do ishte like. Po, por ke shumë meshkuj që mendojnë si Bruno. Mendojnë si Bruno, thua? Mendojnë edhe veprojnë. Ajo lloj demografie nuk është nuk është ndjekse rregullt e Big Brotherit edhe argumentive edhe që ndjekësit më së shumti e pëlqejnë këtë dhunën, këtë maskilizmin, gjithë vite mbështesje. Varet, po pra kemi shembull e Big Brother 2-shit. Jo, po Big Brother 4 ishte tëra. Po ishte Egla. Shikoj, Eglën 4, jo 3-shi. 4. Gjesti, po Gjesti s'është alfa male. Nuk flasim vetëm për fituesit, flasim në përgjithësi banore. Unë këtë po të them që pjesa e alfa men në Shqipëri mbështet si gjë. Kanë qef një. Kanë ndjekës. Okej. Pa zotin që ai keni këto emisione do ishte Mozametin është ajkës edhe dyshoj që do na bekojë ndonjëherë me pjesëmarrjen e vet në Big. Domethënë duke qenë se jemi në limit të pjesës parë, në tërësi nga kjo listë që ka dalë apo edhe nga emra që mund të diskutohen dhe parashikohen, si e koncepton këtë edicion të 5? Çka unë e shoh gjithmonë çdo fillim Bigu e shoh me sy shumë pozitiv sepse duke i njohur personazhet i bën një lloj parashikimi se si ata mund sillen brenda shtëpi, po kjo është gjithmonë e paparashikueshme, për shkak se ajo është një lloj formati që ty të ndryshon gjithë pikpamjen, sjelljen, mënyrën se si ti përjeton ngjarjet, për shkak se je i vëzhguar gjithkohës me kamera, por në një moment caktuar ti e harron edhe fillon pastaj është një lloj shumë e madhe psikologjike aty brenda. Tek ajo vetvetja që na kanë çmendur. Që ndoshta ata mund ta kenë fshehur gjithkohës në ekran. Të vetveten që nuk është aq e mirë. Fshehur. Por sidomos ky casting edhe me banor që ndoshta mua personalisht mund të më duken problematik dhe ndoshta nuk më pëlqejnë si karaktere për t'i pasur në përditshmërinë time, ndoshta brenda në shtëpi do bënin disa situata ose shumë situata që do ta bënin shumë tërheqëse. Plus në fund ditës unë vazhdoj të them, ai është një program entertaining dhe për sa kohë na argëtojnë, për mua është fajn. Gjithë secili mund të jetë pjesë. Faleminderit Andi. Shumë faleminderit juve. Unë vazhdoj akoma, të bëj predikimin tim që fusni Bellon brenda në shtëpi. Faleminderit. Nuk më ka paguar akoma sepse i shkreti s'kam marrë akoma rrogën. Ju thoni pa. Hallet e mia plak. Ka shkruar punon deri 6 mëngjesit. Publicitet, dëgjojmë në pjesën e dytë. Po vazhdojmë sërish ne të flasim për Bigun dhe të merr vala, domethënë zjen rrjeti. Nuk e keni idenë sa mesazhe më vijnë. Pse bën sikur s'di gjë ti? Se ti je aty. Ne jemi te arena. Ne të radio se marrim vesh. Do ju mungoj? O nga portalet, o ditën që nis prajmi i parë, se çfarë ndodh. Nëse hy? Nuk do na mungosh. Me vërtet? Se do çmallemi duke të parë. Do ju përmend. Po. Okej. Mirëmbrëma. Ka gjë të dia, të dia do ju mungoja, nëse do hyja. O zot, ka Po problem. më them po burri dhe Të kanë treguar dashuri të shtëpisë? Po dashuria juaj vlen njësoj sa të shtëpisë, do ta vërtetoj. Ja, u preke tani. Tani në këtë pjesë të dytë do të flasim për lajmet, të cilat kanë qarkulluar dhe kanë bërë namin. Një ndërto ishte edhe një batutë e lehtë në program, të cilin do ta sqarojmë vetëm pak minuta më vonë edhe me Arbrin, por gjithashtu është bërë shumë virale, edhe është shumë komentuar një përballje mes Beniadës dhe Aulonës tek përputhen pas disa komenteve edhe deklaratave virtuale që u bën disa muaj më parë. Unë e kam parë shumë pozitivisht si moment, po le ta ndjekim pak edhe e komentojmë së bashku. Çuna.
Zemër, unë mendoj që secili për nesh ka karakteristikat e veta dhe secili ka mënyrë të ndryshme për të shprehur. Base janë njerëz që nuk e kanë gramatikën perfekte, por më mirë flasësh me komunikimin e zemrës se me komunikimin perfekt, por me gjuhën e urrëties. Wow. Cute. Mirë. Do ta vazhdosh Alona po. Ka që ishte? E kemi? Jo, nuk Do ta kemi, s'është Aulona këtu? Duhet ta kishim dhe deklaratën e Aulonës në fakt. Aulona vazhdoi, i qëndroi mendimit të saj dhe deklaratës që ka bërë dikur. Pra, një personazh publik mund të ketë një vend sigurisht në televizion, por sipas logjikës së saj nuk mendon Aulona që mund të jetë një, si më thon, main host, pra i një programi ku ka tema, ku ka personalitete të ndryshëm të ftuar edhe ku gjuha duhet jetë më e qartë në komunikim. Si e pat ju, është komentuar shumë kjo përballje dhe ky takim. Me thënë të drejtën, nga të dyja gocat pash goxha ngrohtësi kishte. Qytetarin komunikim, po. okej, mund t'jenë hedhur, pra secila po mbronte idenë e vet, por këto përballjet televizive apo këto përballjet në studio, edhe kur ti ke një bif me dikë, janë shumë interesante, apo jo Niko? Më pyet mua. Të pyeta, sa po të pyeta? Të freskët fare. Po more, po unë mendoj se duhet jetë sa më profesionist, duhet jenë të dyja palët. Profesionist që ta kalojnë gjën në një intervizë dhe jo ta kalojnë personale. Dhe mua dhe pjesët e mia, por edhe me gocat, kur e pash më duk se do me thënë, prisja, ato janë binjak shqiptar, prisja një luftë ndodhte aty. Jo, Aulona është, jo, Aulona nuk është natyrë konfliktuale. Jo, por është thëmbuese ndonjëherë. Por unë mendoj që nuk e ka pasur në sensin që mori flak rrjeti, edhe deklaratën që ka bërë. Jam i sigurt, jam i bindur për këtë gjë. Si natyrë. Jo, nuk e ka thënë për këtë gjë, se Aulona gjithmonë ka mbështetur njerëzit që, domethënë shqiptarët, e ka bërë me mua, e ka bërë me Plot, e ka bërë me Sara Kolamin, e ka bërë me shumë njerëz që kthehen dhe nisin karrierën, edhe nuk e kanë gjuhën. Mendoj se ka qenë një opinion base i nisur nga një pyetje. Me mua për shkakun nuk ka qenë përgjigje. kaq për Aulona, domethënë duke ditur edhe gjuhën time se unë nuk kam lindur këtu, nuk jam rritur këtu, edhe unë edhe kam patur këtë pjesën e gjuhës. Këto komentet. Po, edhe deri vonë. Jo, akoma i kam ndonjëherë, domethënë në komentojnë kjo s'di shqip ose kjo s'di të flasi. Dhe të bën përshtypje se realisht secili ka karakteristikat e veta, siç thotë Benjanda, domethënë secili ka diçka speciale. Kam speciale unë, që unë kam ardhur nga jashtë, kam pak tekst, kam pak dialekt, po që kjo më personifikon. Mua Benjanda si personazh më pëlqen shumë, domethënë në sensin ka një dolçeca amore në ekran, por e gjithë situata u krijua nga një pyetje në një intervistë dhe po flitet për televizionin publik shqiptar në fakt. Un kam një pyetje për Lein, nuk e kam kuptuar kurse edhe un kam marrë nga jashtë shtetit. Kur thuam kam këtë veçantinë këto, më fal, pse un nuk e kam këtë veçantinë? Domethënë, pse disa njerëz nuk ma lodhin pak më shumë të pasmet për të mësuar pak më pastër gjuhën shqip. Pse unë e mora këtë iniciativë kur e kisha dëshirë ëndra ime më e madhe përveç që të bëhem një stilist, ishte që unë që futem botës televizionit. Pra i ka qenë një ëndër mbrapa në sirtar të koka ime. Pra nëse më shikon mua në fillim edhe një lej në fillim edhe tani kam përmirësim, kam shumë përmirësim. Edhe Benjanda po ta shohësh nga fillimi deri tani, domethënë ka goxha përmirësim, nuk mund të themi që nuk ka përmirësim. Po mund të ishte përmirësuar më shumë, po, okay. Edhe unë mund të isha përmirësuar më shumë, po thjesht ti lej do merrje një program i cili është me tematika të ndryshme, me profesionistë të ndryshëm, për ta drejtuar edhe pa patur asnjë lloj ndrojtje drejt kësaj, pra me gjithë sigurinë që ke, edhe ti dhe Benjada, sigurisht që Benjada. Sigurisht që Benjada e ka bërë edhe në këtë fazë po, do merja një emision, nuk po them emision prime time, absolutisht jo, po do një emision me tematike të ndryshme, po, pse jo, do e merja përsipër. Për të shpjeguar gjuhën shqipe. Gjithmonë këtë pikpyetje kam pasur se nuk dua të gjykoj njerëz apo njerëz që nuk kam shumë miqe edhe në grek gishtin, e kam dhe tek Sara ime, te Sara Kolami që ka të njëjtin defekt. E ka me theksin grek. Nuk e pranoj dot të tjerët që e kam pak të vështirë, edhe unë e kam pasur të vështirë dhe jam munduar të lexoj sa më shumë. Jo për treguar njerëzve që unë tani kam mësuar, po pse ngecin këto njerëz? Pse nuk
pse e mbajnë akoma këtë si gjë, si Ndoshta u pëlqen, Niko, që ta kenë këtë. Lare, i pëlqen. I pëlqen të Për shembull, jenë Këshilla pak më të Unides për mua ka veçantë. thënë që Mua mos lej e më ndryshot folëren. Mua Lej më ka pëlqyer shumë në fillim, në fillimet e saj kur fliste gjysmë anglisht, gjysmë shqip, i këpuste ndonjë dialekt shkodre. Bajagi mirë jemi në këtë program. Bajagi mirë. Jemi Kam për ta bajagi harruar mirë. atë moment. Edhe mendoj që ishte shumë e veçantë në atë lloj komunikimi me Po mirë, publikun. ti që na pyetën neve, ti çfarë mendon për këtë gjë? A duhet një prezantuese që nuk e flet mirë shqipen të prezantojë një prime time emision? Prime time, po nuk e vendos unë, e vendos Si ata mendon? që e kanë Si e zgjedhur. mendon ti? Unë mendoj që nëse është në një vend të caktuar dhe i është besuar diçka, do të thotë që të tjerë e kanë menduar parë diçka që kanë tjetër, parë po. diçka tjetër. Pra, jo atë gjuhën perfekte, le të themi që mund të shoh unë apo mund të kërkoj unë tek një prezantuese, se sot me gjithë këtë larmi dhe ngjyra që kemi në televizion, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, secili ka një hapësirë të veçantë. Pra, kemi dhe variantin e televizionit italian ku shumë goca të huaja kanë ardhur në Itali dhe sot janë superstar. Belen Rodriguez apo Michelle Hunziker, domethënë që nuk janë italiane, por ju është dhënë hapësira sepse të tjerë njerëz kanë parë diçka më të veçantë tek ato goca dhe sot janë ndër emrat. Sofia Vergara që se di shumë mirë anglishtën, po që Nice, tek ajo mendoj që është E bën dhe pak e bën vet atë Po pra, po sepse është e lezetshme, domethënë. Kështu që po Sofia është gjithmonë në rolin e saj, po, pra. gjitha filmat apo Po. akoma dhe personaliteti i saj është si në film. Ndjekim pak publicitet se do të kemi Arbrin për pak minuta. Mirë se erdhët. Alo. Ty të dëgjoja dhe zërin ton të ngrot, unë pranë doja. Ku je, more? Po si jeni ma? Po ku je Arbër? Për mua ishte kënga, se të Po kuptova. për ty, more, për këtë do këndon të kjo zemra jon këtu. Na mungon Arbër, na mungon. Na kështë marrë malli për këtë zërin tuaj melodios. O Arbër, Kur e thash për zërin melodios, në fakt Jo të Nikos, okay. o Arbër, si do dukemi? Po të zëvendësojmë Denjësisht, dënjësisht? Po patjetër, unë nuk e di se sa po se si silleni me të ftuarat në studio, po besoj për pjesën tjetër po më zvendçoni Pse, te- drejtësisht. Të janë ankuar të Okej. ftuarit për ne? ja është flirtos, Arbri. E vërtet. Je. E mbaj mend e vërtet. O Arbër, na ka marrë Po ku shumë jeni, me malli. si jeni? Edhe mua shumë. Faleminderit për këtë ndërhyrje, edhe përpara se të kalojmë tek pyetja që të gjithë presim. Dua të E pyes. kemi bërë, po presim fëmijën për 9 muaj. O zoti O, më. bo. Edhe E kështu mërshme. bën pastaj portalet Arbër, sonë e ti. E të mërshme. Arbër, si ja ke kaluar këtë periudhë, me çfarë je marr, çfarë po presim nga ti, se e di që ke qenë shumë i angazhuar, sa zbret nga një avion hipën tek një tjetër, edhe duam të dim rreth jetës tënde. Kam filluar punë stewardess, më kanë marrë me që jam shumë djalë i buzëqeshur dhe sille mirë Edhe i gjatë. me të ftuarat, kështu që më thanë hajde në avion me neve se do bësh më hajër në jetë. Në mesatarisht në një avion sa femra ngelen shtatzan nga ty në fund të filmit. Po çukur e hodhi si ide lej kraja, domethënë e Po hodhi janë. tavolin. Po. Unë e mendova si iden time të biznesit rrallë. Arbër, për te shakave, është bërë nami nga java e kaluar për një deklaratë, e cila në fakt është bërë 2 vite rresht dhe nuk pati Me shaka, me shaka. me shumë humor në këtë studio. Është bërë propozimi për 2 vite rresht dhe prapë s'kemi pa në gjë, Po, kështu që kështu që do të thënë si do ta zgjidhim këtë çështje. si do ta kryejm sa. Ja, patjetër unë e adhuroj lejm për të gjithë sinqeritetin dhe formën e çiltës që ka në komunikim dhe madje komplimentoj shpesh edhe live
se është totalisht ndryshe nga çdo vajzë tjetër që mund të shikosh sidomos në ekran. Dhe patjetër që këtë çiltërsinë e vet dhe nëse të bërit shaka, pastaj portalizimi shqiptar që mezi pret të marrë një fjali dhe ta zmadhoj, të bëri atë gjurullin që bëri javën e kaluar. Por shiko se mbaruan me Lein që bën kërkesën, pastaj filluan me ty që i ktheve përgjigje. Që ishte po prap me shaka. Ato se ti. Unë isha duke bërë notë në qam paqësor, domethënë, edhe me qenë se hapi lojën thash Lej, më vinin edhe propozime të tjera serioze, domethënë, kështu që unë kështu i jap dorën Lej, domethënë se nëse s'merrte një drejt dia seriozisht për të mbarshtuar rrafën shqiptare, domethënë tani kam regjistrin gati fal Lej Krajës. Arbër, domethënë në total ke qenë shumë mirë, domethënë këtë periudhë na ke munguar ta tham, por sa të ka marr malli ty për ne dhe duam të na vish edhe në studio në fakt. Patjetër, unë për mallin që kam kundrejt jush, kam shkruar disa poezi që kam bërë gati. Kam bërë një vëllim poemash dhe poezish që do ta prezantoj live tek ju në studio. Më vjen mirë. Jo javës që vjen, por mbas 2 javësh me shumë gjasa, se dhe javës edhe këtë ditë do më gjeni jashtë Shqipërie përsërim në punën time të re si stewardess. Por në momentin që do vinë në studio do ju shpalos të gjitha mendimet të dedikuara për juve të dyja vajza dhe çunat mos u vi hatri, por jo, nuk donim ne. Se ne edhe të duam zgelemi dorë sa zan, kështu që Antoni me qira fjala, jam një ndjekës jot i të gjithë videove të tua që bën në Instagram. Jo, po e shikon nëse e ndjek me vërtet. Po e konfirmon. Se nëse po të dua. Jo, s'po ka follow. Të shef. Skup, Arbri nuk më ka follow. Nuk e ka, po e shikon, domethënë. Faleminderit, shumë faleminderit. Arbër, nuk jam aq i mirë sa Lej. Zallamahia e një batute në humor e sipër, mori gjithë këtë vëmendje mediatike, por në fakt unë që jam dëshmitare okulare e portaleve. Por në fakt unë e di që është vërtet. Edhe marrëdhënies tuaj, po edhe tonë mbar, se nëse ju nuk e dini, edhe dikur, sepse unë dhe Arbri kemi qenë në të njëjtin Big Brother, kemi qenë në një koncert, na kanë fotografuar, sa atëherë ka pasur dhe paparac në kohën tonë. Dhe e kam akoma Arbër atë revistën që na bën të lidhur. Kemi dalë lidhur. Sepse po flisnim në vesh, ishim në një koncert në ambient të hapur, normalisht kur muzika është e lartë në vesh do flasësh. Edhe kështu që nuk ka asgjë në këtë dyshe, unë jam dëshmitarja okulare që nuk ka dhe nuk ka për të pasur, sepse Arbrin ne kemi zemër, e kemi xhan, ne kemi shok. Shqyrësisht te koncerti Coldplay. Jo, fatkeqësisht. Jo, se kështu si e bëre mohabetin ti, nuk ka për të pas ndonjëherë se Arbrin e kemi të tredhur. Po pra se po shifja Lejin thash muaj. Ke deklarat. Unë mendova, Arbi ka prerë dhe nuk do ta bëjmë. Jo, çështja është këtu. E gjithë biseda ishte. Jam shumë e sigurt që secili nga ne me miqt e afër apo në humor i ka thënë. Jo, i ka thënë një shoku, dëgjoj, o zemra, nëse nuk jam martuar deri 30, martohemi bashkë. Deri tani çfarë po thua, ai po imagjinoj portalet titujt Arbër Çepani. I tredhur. Shokon. E kam prerë. E kam prerë. Unë po mundohesha ta hiqja pak këtë pjesën e batutave. Ju vazhdoni, ju doni vetë mor zemra, se unë doja ta qetësoja pak situatën. Po thoja në për te shaka. Jep atë versionin protokollar tani. Jo, unë po jap versionin tim, atë që mendoj për ty dhe ti e di në gjithë këto vite që jemi shok bashk. Je një shok fantastik. E disa herë kam dëgjuar këtë shprehje unë Arbër apo jo? Je një njeri mrekullueshëm dhe jam shumë e sigurt që si me Lejin, si me këtë doj zemra jote do bësh fëmijë yje. Ja, me mua nuk mbarojnë kështu këto shprehje, mbarojnë një si ty, po jo ty, e kupton? Jo, se disi është kjo, je një shok i mrekullueshëm, është ai shkreti si çulla si asnjë gjë dhe po je një shok shumë i mirë, unë të dua shumë për njeriu që je, po. Dgjoj, tani unë do të tjetrit. Pra Lejin e ke xhan dhe shoqja. Që ta sqaroj një herë mirë.
Ne të gjithë jemi motrat e vlezër. Po. Edhe nuk jetojmë në Alabama, ka rëndësi. Harbër. Kështu, po, jemi shok dhe shoqe deri. Shok për ashtu, si thon, Deri mbas 35 vjeç të lejt. Po. Deri Dgjoj. tash 25, kam kohën 10 vjet. Po, do presësh një 10 vjet. Dhe me qëra fjala Lej tha që Arbri nuk ka ndërmend të martohet. Në fakt ti ke? Unë nuk e di, se jam punë të Zotit ato, se jam punë të mia. Domethënë e kishte fjalën jo tani shpejt të paktën. Po, jam punë të Zotit, nuk e di. Ndoshta zgjohem një mëngjes, shtyp ashensorin, futet në ashensor njeriu i jetës që se kam menduar kur edhe ju surprizoj të gjithë, kështu që Mezi po pres, se ti festat i bën shumë të bukura, kështu që besoj. Edhe dasma do jetë shumë hallakatëse për të gjithë. Kështu që kujdes kur futet në ashensor me mua, se mund të jetë gruaja. Kur të jetës, mund ta bëjmë aty në vend atë fëmijë që ka. Ashensorin ku e ke? Pyes për një shok. Ato do thoya, kush e di çfarë radhe do ketë ashensori tani ar. Po, kam bërë kërkesë për një ashensor më të madh që të ecë përpara me kërkesat. Për te shakave të kemi xhan shumë dhe ti e di. Na ka marrë malli. Ju dua shumë. Edhe të presim në studio edhe me shumë sukses në çdo gjë që ti po bën, se jam shumë e sigurt që ke bërë ca gjëra të mira. Faleminderit shumë dhe me Zipo pres të festojmë suksese bashkë pasaj në Oqean Paqësor dhe e morëm ftesën, absolutisht në vende ekzotike. Më vjen shumë mirë. Ngjan me semanin apo fare? Me bishpallën më shumë. Me bishpallojnë. Ngjan më shumë. Arbër, shumë faleminderit. Ju put shumë dhe më vjen shumë mirë që jeni mirë dhe shpërndani gjithmonë pozitivitet, kjo ka rëndësi domos. Të kemi xhan edhe sukses. Love you so much. Do shihemi shumë shpejt, gjithë të mirat. Nedën dhe Megi Bojanen, Katerinën e duam në studio. E duam në studio, e duam patjetër në studio. Se bëni sikur si lexoni mesazhet tona. I lexoni, kesh refuzoni ta sillni. E kam mbyllur atë që del me 2. Po i di shpinun Megit. Oh zot. E rrezikshme si situatë. Po flasim për përputhen edhe sërish është Katerina personazhi, është bërë virale një video, ne nuk po e transmetojmë se besoj e keni parë tani dhe është komentuar. Lejer se banera ajo video. Ishte pak me gazdra në një takim të Katerinës. Dhe ka pasur shumë komente, por nuk është kjo çështja. Videoja sigurisht që është bërë virale, është bërë meme, është super komentuar, por çështja në këtë tavolinë, se ju e dini që ne frymëzohemi dhe pastaj hedhim tema. Hedhim dorashkën. A mund të bëjmë në tavolinë këto situatat, për shembull, a mund të nxjerrim gazra në takimin e parë? Të sikletshme që mund të na kenë ndodhur diku. S'duhet bëj deklarata tani. Lejka, gjithë emisioni ma keni bërë gocën me hije, nuk guxon të bëj një batut. Pra një partneri s'kam bërë gazra. Unë kur s'kam bërë. Çfarë thua seriozisht? Nuk bëj kështu gjëra. Si nuk bën, po nuk bën. Jo, nuk bëj në sytë e një partneri. Thjesht të marr për brenda. Duhet i nxjerrësh prandaj angazat. Më për brenda. Atëre un po vazhdoj vetëm me një fjali që ju ngul të treve, nuk jeni martuar ende. Pra, ju rrezik vini në banjo të dy bëni katër. No, po pse banalizon gjën? Nuk di. Më nxehu. E kisha shumë romantike si gjë. Ishte romantik. Ku është romantikismi? Nuk marr vesh nga romanticiteti, kështu që jemi. Aha, Niko. Jo, e kam tek këto situatat e sikletshme që mund të na kenë ndodhur në ndonjë takim, për shembull, ose
Te shtin kështu e del. Jo, ashtu jo, po shumë situata më kanë ndodhur, nuk e di. Kjo gërvishtja e zorrve, po, Më ka ndodhur shumë situatë, nuk e them dot në mikrofon se është too much. Po jo ulërim të zorrve. Është shumë të madhe. Edhe ndjesh në siklet. Ndjesh në siklet, por e kisha nga hekuri, sepse duke qenë se jam anemike, kisha filluar trajtimin me hekur dhe mirë të këtë lloj tmerri, domethënë në organizëm. Kështu që këshilla për takim jo të parë. Takim, nuk ka jo vetëm takim, por në një mund të jetë takim pune, një bisedë, mund të jesh këshill për çdo takim, transmetim domethënë. Ose mos të jeni anemik, se s'bën mirë. Ky është mesazhi. Mendoj që stomaku është diçka që është e pamenaxhueshme se je duke folur e të ndodh natyrshëm. Tani gazrat mendoj se janë të menaxhueshme. Lej i mban për brenda. Oni menaxhoj, po. Zemra ti je menaxhere e gazrave. Do të fut taposim të tapi në punë. Po janë shumë ato siklet. Një tjetër pyetje është, a mund të mërzitet dikush nëse bën varet era veprim? Ka shumë të drejtë, nëse ka erë tani. Po më fal, ku ke parti pa erë drejt? Ka sa të duash. Më fal, që të tre këtu pa erë i bëni, unë jam mostra. Ja, ju jetoni në një. Po thoja, mos e kaloni në tek gjëja domethënë bëheni pak më me klas, gazin. Domethënë nuk ka lidhje, pra nuk ka lidhje vetëm kjo gjëja, porcia, por mund të na ndodhin situata nga më të cikletshme, pra në një takim, në një mund të derdhet kafja në një takim të rëndësishëm apo ku diun. Ajo nuk më duket kaq të derdhet kafe apo të bëhesh pis. Mendoj që këto të trupit janë pa kontrollueshme. Në rastin e çiftit në takim mund të ishte shmangur si unë mendoj se është bërë kastile. Ai drejtoi dhe ty të në plak, tash dalë një. Po, është bërë si kastile. Dhe unë mendoj që ishte një si tip ofendimi. Dridhe moj baja me dridhe. Mendoj që ishte bërë pak edhe me dashje si gjë. Pra është shumë, o plak, unë atë ja bëj motrës në shtëpi për domethënë. I thua materish pagishtin edhe. Po. Për lojra. Janë muhabete çuna. Muhabete motër vlla. E pra. Unë se kuptoj se s'kam vlla. Si lej që ke bën kështu? Jo, nuk bëjnë kështu, si janë ekstreme, po që lëshojnë gazra sa të duash. Nuk, vlla jot nuk është fan. Thjesht lëshon gazar. Në paktën me fytyrë. Domethënë, nëse edhe këtë e pam pra. E pam. Po që okej, është pjesë e natyrës, jo, zemra nuk bëhet. Po nuk bëhet tani në ekran ti duke dal date me një vajzë. Po nuk e kontrollon të dot, ç'a të bësh? Kontrollohet zemra ime, nuk ishte bark. Ju bëf mirë, ju bani bukur. Po mjaftore me këto, po pse kaloni? Po tani nuk është gjë që kontrollohet. Tani si të më shpëtoj mua këtu edhe të thon që është pashëndetshme. Unë isha, më fal. Thon që është pashëndetshme me majt për brenda, po ja që e bëj se nuk janë takim par duhet ta mbash. Ka dhe njerëz pra që nuk i mbajnë dot. Po i mbajnë në zemra si mbajnë. I mbajnë. Po ky. Po ke orë që si mbajnë. Po i shpëton. Nuk e di. Ajo ishte Kastile mendoj unë, ata e bëri Kastile. Ata e bëri Kastile. Pra vazhdojmë të jemi te Katerina dhe ma kujtoni pak emrin aty djalit, se ajo gjithmonë. Casey. Jo Casey, Arnoldi. Casey është me Stelinën. Ishin. Kështu që. Ishin. Wow, ndan. Po shikon për puthen. Fatur Vivian, a? Trup të vi. Më do. Pra ne informacionin e lidhjeve apo të ndarjeve nga përputhen e pa besueshme, po e marrim nga Antoni. Më doli në të doli vetvetja. Pra ti dole fiks tek ata persona që thon unë nuk e ndjek Big Brother, jo, nuk e shoh, po sa gabim bëri ajo Rozana që i tha sa ashtu. Po kjo situata me, po sa von flejnë mi got se në 4 mjesit kam ik punë që në 8, po ti sikurse shifje me motra. Po jo rasti si s'kisha gjumë edhe mos të duash ta shohësh, do të dali para diku në Instagram, në TikTok. Plus pastaj unë bëra të batutën me Casey me emrin edhe me erdhi një foto nga Casey dhe një miku im që tha se bëre mirë muhabet në tani e ndjek Casey e përshëndes. Okej, jeni bërë shok, Presion? Jo, ishte për të qeshur. Ishte humor. Unë dhe lejtë qeshur. Domethënë
Pra, në takimet tuaja, ishte pyetja, a mund të menaxhosh situata të sikletshme ose nëse ju ka ndodhur diçka e cila pastaj nuk ka qenë aq e këndshme. Nuk po flas vetëm për këtë rast, Hiqe nga mendja. Hiqeni, tema është tjetër kund, domethënë nisur nga kjo dalim te. Si ta menaxhosh diçka të keqe që të ndodh në nergoja, në një takim të parë. Është siklet edhe kjo, të vjen nga stomaku. Në takime të para, ty të afrohet dikush kaq me fytyrën. Edhe ndjen që të kaq? Arrin muhabeti deri aty shpirt. Po nuk kam unë këtë problem, por ka rastisur, po që mua më ka rastis në first date që të përket erë të keqe goje. Orbiti ekziston. Po ka qenë problem stomaku për të thënë. Unë mundohem ta kthej në të qeshur. E kupton, po nuk sikletosesh me ndonjë gjë e tillë, nuk të prish punë, pra nuk të mërzitet ai personi nëse shef diçka që nuk të pëlqen ose ndonjë veprim. Ai personi nëse ka dalë me ty dhe të ka qef, e kupton, edhe nëse ndodh kjo gjëja, qesh me ty. Kurse personat të tjerë edhe aty ti e kupton që nuk vlen të investojmë kohë te personi. Unë ndonjëherë bëj dhe kastile këto gjërat për ta parë që çfarë do ndodhi, e kupton? Njëherë kam dalë me dikë dhe kam makinën, kam pas makinën, një Benz që i matë e ka bërë me pedale nga sedilja e pasagerit, se ka qenë gjoja autoshkollë. Edhe kë pedale nga të dyja krahët, edhe kam marrë tjetrën për të dalë në takim, edhe ajo fut brenda tha, "Ç'a janë këto?" tha mua. Unë i thash, "Do të mësoj makinën pastaj", i thash. Edhe tha, "Jo, më thash, dal unë me kështu që është kjo makinë me pedale nga sedilja e pasagerit." Edhe aty unë ndalova makinën dhe i thash, "Je e lirë të vazhdosh." E testove ti, po është drejt të testosh. Jo, atë makinë kisha, unë s'kisha tjetër. Është drejt të provokosh, të testosh. Ju femra provokoni tërkohës, kështu që është drejt lej. Është drejt lej se ju vetëm provokoni, ju provokoni për të marrë pulsin e meshkujve. Është absolutisht jo. Si jo? Si po teston ti? Kam shoqë thonë, "Zemra, unë këtë po e testoj, po e provoj këtë kohë." Ja, thjesht ta shikoja Kur nuk bëjmë ne ashtu. Dhe mi do të zihemi këtu prej flokësh. Domethënë, nuk është e drejtë që një çun të testoj me një makinë ose një femër është e drejtë. Ose të zbresi se ke pedalet aty. Domethënë, ti mund ta kishe mbaruar atë takimin. Po një femër mund të bëj nëse ti vjen në takim me mua dhe që në fillim nuk do të jesh aty, kush është vlera e të pasurit të takimit? E kupton se po harxhon dhe kohën ti dhe kohën unë. Dhe koha ime është më e shtrenjtë se e jotja, po. Nuk e di atë, po që pse ta harxhosh, e kupton? E kuptoj. Pastaj nuk provokime ka nga dyja krah, nga femrat ka provokime sa duash. 80% e përditshmërisë time janë femra, të gjitha e bënin, ma kanë thënë të gjitha. A mund ta dallojmë që në takimin e parë nëse dikush është okay për të pasur një takim të dytë? Po, e dallon që në 10 minutat e para atë punë. Po, edhe nëse nuk të pëlqen, e kërkon takimin e dytë? Jo, nëse nuk të pëlqen. Ti? E kërkon njëri, ja jep dhe një shans. Jo. Jo? Jo, po mendoj se e kupton, po çunat jo të gjithë se disa çuna pak përveç atyre që dalin. Nuk e kuptoj, mendojnë ajo thotë jo dhe ato thonë ka qef. Ta përfundojnë në burg. Kuptohet, mendoj që edhe unë 10 minutën e parë kuptoj nëse do ketë kimi për më tej biseda, për më tepër për një takim të dytë. Duhet ta bëj si kështu këtë. Nëse jeni të lidhur dhe keni një vit të lidhur ose më shumë, edhe ai akoma thotë vazhdojmë dhe pak se nuk jam i sigurt, plak nuk e ka seriozisht me ty. Një mashkull e kupton, po i jap 3 muaj unë nga vetja, brenda muajit nëse do të jetë me ty ose jo. Më fal. Sa po tregove historinë e jetës time. Dua të them diçka vetëm. Po, Nita. Pse duhet meshkujt kaq shumë kohë 3 muaj që të vendosi. Po jo, po thash po ja punë nga vetja ime të gjitha ju para te pse duhet rish mendosh çfarë do humbësh, çfarë do fitosh. Patjetër. Ti si mashkull e kupton brenda muajit, nëse do të jesh me atë personin ose unë si mashkull e kuptoj brenda takimit të parë ose të dytit, nëse dua të jem apo jo. Okej. Ai s'm pëlqen logjika juaj. Jeni bërë më filozofër kohët e fundit, Jo, se me idenë time nuk do doja të konsumoja takime të kota me një person që s'kam interes. Ose s'ke kimi, për shembull, se e kupton. E drejtë është kjo. Në fakt, doja ndaja me ju edhe një tjetër lajm ka të bëjë me botën e modës, duke qenë se jemi drejt fundit apo jo, Skerdi, domethënë do komentojmë edhe një foto që po ashtu është bërë viral edhe një lajm është bërë viral në një sfilat bikinish, kur njëra nga modelet ka marrë edhe fëmijën e saj në sfilat duke i dhënë gjë.
është një foto dhe një lajm në fakt që ka marrë shumë reagime. Shumë njerëz e kanë komentuar pozitivisht, të tjerë janë kundër të shfaqjes dhënjes së gjirit në publik. Ka shumë polemika si gjë, por unë mendoj që është, nuk e di, gjëja më e bukur që kam parë këtë ditë. Edhe mos më duket kaq negative, transgresive. Më duket tepër normale. Kemi parë në sfilata të dalin njerëz të veshur apo të transformuar si robota apo njerëz të në thonjza të shëmtuar, është gjëja më e bukur mendoj që mund të ketë. Kam përshtypjen që është duke nisur një fushatë ndërgjegjësimit të sulmit ndaj grave që zgjedhin të japin gji foshnjeve në publik. Ka disa vite në fakt që sulmoheshin, ka qenë kjo, le të themi, tërheqja nga shikimet e unë bajmont veten time që kur rastisja që t'isha në publik me vajzat kam pasur një batanie të holl ose nap të cilën e vendosja këtu për të mbuluar dhe tani që e logjikoj them se domethënë thjesht unë po bëja një nga veprimet më të bukura në edhe natyral. Pra nuk shoh asgjë seksuale tek pjesa e gjithëdhënies sepse është komentuar edhe në këtë sens. Fakti që deputetë po zgjedhin të shkojnë në parlament me foshnjën, modele që po zgjedhin të dalin në sfilat duke i dhënë gjë foshnjës janë mesazhe të cilat godasin diku, edhe godasin te ky mentaliteti që sheh zi ndoshta edhe te gjëja më do dilja dhe unë, po s'është normale. Jo. Ti mund të dalësh se ke mendimin tënd, po unë instinktivisht po vë veten, pra e di dhe e mbaj mend që vendosja gjithmonë. Mendova se vetë do dilje kundër. Jo. Asaj që po flasim. Unë e di çfarë kuptoj, kush i ka vendosur këto rregulla që s'duhet. Po. Kush? Se ne i kemi vendosur që s'duhet, sepse në Eva, do me thënë, kur bëri fëmijët e saj nuk ishte veshje, le ta logjikojmë në këtë mënyrë, pra dikur nuk ka ekzistuar turpi, pra që ti do t'i japësh gji zbulimin të trupit. Kupton, nuk lakuricia për mua nuk është seksuale si gjë, është truri. Jo, nuk është seksuale, domethënë ose s'ke lek të blesh rroba. Jo, fare. Për më tepër, një grua shtatzan që sapo ka lindur, nuk më duket fare asgjë seksi apo turp. Tepër normale, nuk e di. Plako të të duket seksi një grua që po i jep gji fëmijës së saj, është si të duket seksi dikush që po ha sallat Cezar kot. Ka njerëz që po pra thon, kjo gjëja është diçka që nuk tolerohet, nuk duhet. Nuk duhet bërë në publik. Ne kemi parë mamat tona kur i jepnin gji vllajt, motrës, whatever, edhe s'është dukur, është gjë normale. Po normale është dukur, po. Gjithmonë. Historikisht, po. Ti niko do i jepje gji në publik. Qumë s'kam, gjoks nuk kam. Atëhere, se di, për te shakave, është një paragjykim që nuk më duket shumë normal. Mua më duket ka marrë shumë komente në fakt kjo mua më duket një nga më të bukurat. Po, është shumë e bukur. Dhe më pëlqejnë më shumë këto skenat se sa skenat që shikoj disa modele mbi peshë që mundohen të japin body positivity që nuk ekziston. Unë mendoj që në mod nuk ekziston body positivity, sado edhe unë them më pëlqejnë vajzat pak më të mbushura dhe dalin dhe sfilojnë të gjitha. Atëherë pse do psohen dhe marrin ilaçe për të dobësuar këto vajzat kur japin body positivity. Por kjo si gjë më pëlqen më shumë. Se sa që thonë në mod duhet ekzistojnë edhe masat extra large. Jo, kjo më duket më okay. O plak, body positivity është ik me dy presa. Sa? Po mund të më thuash mua tërkohës që duaje veten, pëlqej trupin tënd, fakti që ndron që jam më i shëndosh se ç'duhet. Po ke zgjedhur të hash, pra ti nuk është se po përpiqesh që të dobësohesh, kështu që nuk ke pse të ndihesh sikur Po pra, më bullizoi çik që mos ta më. Jo, te kjo gjëja. Që ta kuptoj që nuk është mirë. Mua kështu nuk ka funksionuar. Nuk është shoku jot. Duke më bulizuar dikush në gjimnaz, unë rash nga pesha, por nuk e ndjeva që unë nuk e kam si një bullizim që mua më ka ndruar jetën. Ishte momenti, mendoj. Anton, të sqaroj pak si e shoh. Sa do bullizoj. Njerëzit që mua më pëlqejnë, që më japin energji të mirë, që kanë humor, më duken shumë të bukur në çdo dimension. Kështu që ndoshta kjo është arsyeja pse nuk të them që ja, sa i mirë.
Sepse ndoshta e ndjen ti që ke disa kile më tepër, por që kritikus i pari vetes, e kupton, qoftë në aty e ke lezetin se bën dhe autoironi, kështu që Po. Domethënë ti thua mos u dobëson që të vazhdosh të bësh Jo, të Po. ka lezet ai bufliku. Pufliku. ja e shiko. Jo, dëgjoj edhe Bufliku. Jashtetit për shembull edhe Laizo edhe Adele që dilnin flisnin për body Po, dhe positivity Adele u edhe gjitha dobësua. këto gjëra, të gjitha u dobësuan sa po hëngrën kritikën e parë për peshën e tyre. Pra kjo më duket shumë falsitet mua. Domethënë jetojmë në një botë që të gjithë themi body positivity. No, duhet ta marrësh si vendimin, jo ton ta ndryshosh. Është mirë ndryshimi, gjithmonë ndryshimi është për mirë. Po jo, më ndryshimet gjithmonë vijnë për mirë. Unë kam vënë të pasyra. Dëgjove Leila, fiksoje këtë fjalinë. Ndryshimet vijnë për mirë. Vijnë gjithmonë për mirë. Dhe veshët, e diti. Dhe e mbylli me këtë mesazh për ndryshimet të bukura për gjithë secilin. Absolutisht vetëm mirë. Se jam dhe unë te ky paneli, nuk e di pse nuk e fuz veten. Po ti mos ndryshosh. Na pyet vetëm neve dhe të vetën e lë për jashtë. Ndryshime të bukura thash për të gjithë ne. I uroj, me që jemi në fillim dhjetori edhe kemi dhe studion me energji të mirë. Do dëgjojmë të mërkurën tjetër me të tjera lajme, thashë theme, të reja dhe personazhe super interesant. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur. Ciao. Kiss kiss, tung tung.